Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në vitin 1976, në Kaçanik, u desh vetëm një shkëndi për të nisur diçka që do t'i rezistonte gjysmë shekulli. Sot në studio nuk kemi thjesht dy mysafer, kemi gjysmë shekulli histori të pop rockut vendor. Me Osman dhe Lulzim Shehun flasim për 50 vjet të grupit Fontana dhe për koncertin e madh që po vjen më 8 gusht në Kaçanik. Osman, Lulzim, mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Trego për gjithë këto 5 dekada, çka është dashur personalisht ta lësh anash për grupin Fontana? Vetë fjala 50 vjet tregon shumë. Nga njëherë, në bisedë me shokë, thëmë, me në pas pyet dikush se a do të jetosh 50 vite, do të ishte shkaktuar në ndonjë dilemë se e lere më ka 50 vjet karrierë. Edhe kënaqësia më e madhe ime është që arritëm dhe jemi në përgatitje si për gati që kemi kryer gjitha përgatitjet që me 8 gusht ta mbojnë 50 vjetorin e formimit të grupit Fontana, koncertin jubilar që do të bëhet me 8 gusht Kaçanik, në sheshin e qytetit më të bukur të Kaçanikut. Në vendlindjen më të bukur. Vendlindjen më të bukur. Ti ke qef duket shpesh atje. Po, isha në Kaçanik është me të vërtet shumë bukur. Lulzim, trego pak, keni trema që do të dilni para publikut? Me tregu drejt kam pas trem derisa u konsolidu bendi, edhe e kam pas një frikë si do të shkon puna, po megjithatë është një band shumë i përgjithshëm, shumë serioze, po është provat, po shkojnë shumë mirë, edhe përveç provave në lokal ku e kemi, e kanë marrë seriozisht po ushtrojnë në shtëpi, kështu që unë jam i kënaqur tash me rrjedhën, besoj që ka me qenë shumë mirë atë ditë. Zoti Osman, si e keni ruajtur të themi kështu atë thelbin artistik përballë këtyre kohrave moderne, politike e gjitha këto me grupin? Thjesht ne kur formom grupin Fontana, si grupet tjera që ishin në formim e sime, pa të formu në vitet 80-a, masove kishtë gati në Kosovë, arritja më e madhe për mu është që arritëm të largojmë muzikën e Jugoslavë nga trojet tona. Dhe kjo që këngë tona që mbetet të pavdekshme është sepse në muzikën tonë e futëm folklorin shqiptar, si burimi pashtetshëm, dhe këngë tona jetojnë 50 vite më shumë. Rritën gjenerata. Edhe pse kemi qenë shumë të anatemuar nga pushteti, po këngët tona nuk u harruan asnjëherë. Po. Lulzim, nëse do t'i kishim hek gjitha ato deklarata, gjitha ato video, gjitha ato storje që janë të bëra në gjatë karrierës, gjatë këtij 50 vjetori, gjatë këtij 5 dekadash themi kështu. Çfarë kishe dashur që ta kujton dikush, si do të kishe dashur ta kujton dikush grupin Fontana? Unë ka rasti se unë jam familjar me antarët e bendit, Osmanin e kam kushëri veç një morë në ndan. Doja jem ka qenë bas-gitarist i grupit, edhe Hoxha ka qenë dallës. Unë si vogël jam rrit tu edhe me muzikën e Osmanit, kështu që nuk ka qenë pjesë e bendit? Nuk kam qenë pjesë e bendit, mirë, po i kam përcjell vazhdimisht, edhe kur fillova më rrit si fëmijë, si gitarist, edhe i kam shoqëruar shpesh, i kam zavencu. Kështu që unë po them elementet muzikore të grupit Fontana janë elemente burimore, po them muzikës, kombinimi muzikës pop rock me elemente shqiptare, është diçka që masa gjithmonë e ka pranuar publiku. Edhe po them interpretimi i bendit ka qenë modest, mirë, po aq mirë janë koordinu, aq mirë kanë funksionu si band, sa që kush i ka dëgju ka lakmu në tingullin e tyre. Po. Zoti Osman, tani pas 50 vjetësh themi kështu, çfarë ka mbetur nga idealizmi i pastër në fillim të viteve, po mendoj 70-ta, gjatë viteve 70-ta, që tani nuk mund t'i blej asnjë studio themi moderne apo fama?
Kur kemi fillu në incizimet e para, kur kemi bërë në radio televizion e Prishtinës, mikseri ka qenë 4 kanalsh. Merë në men, çfarë kushte kemi incizu, sa që na vetën se kemi dëgju kur kemi ekzekutu. Fesh kur na bashkë me dhjes se duhet shkojmë atë natë në salë, për ta dëgju vete se çfarë kemi bërë. Dhe kur hypshmi në natë, dëgjoshmi vetën, me habit madhe, me sa bukur dashin ato tinkët, 4 kanalsh, po me një hallë, dhe me do mjeshtër, me tonistat, mrekullueshëm, si ndjerishëm, si drejta. Dhe zakonisht na vetëm premteve kishmi të rezervuar grupet eksterne për me bërë incizimet. Në mas 3 dite hanë, fillon të programi Fonton Dëshirash në ora 14 dhe konkurreshim 5 melodi për melodit javës. Dhe unë isha në shtëpi, duke dëgjuar radion, por nuk besoj se na do të him, këngët tona do të hinë në valët e radios. Vesh kur i prezentuam këngë, kur thanë një ndër këngë konkurruese është edhe shkëmbi kujtimit i grupit Fontona, çfarë ndjenje, se neve na duke e pa arritshme. Çfarë ndjenje, po ata nuk kishmi telefonat celular për me tregu shokëve, veç fillun këngët me hinë radio, valët e radio Prishtinës, edhe kum dalë, mezi kum dalë në për qytet, më grumbullu shokët e më tregu se shkëmbi kujtimit hiri në konkurrencë për melodit javës, dhe ajo zgjodh melodi e javës, pastaj hinin në top list javën e parë në vendin e 7, javën e dytë hyri në vendin e parë dhe më nuk u jek nga top lista. Luzema, mund të themi shkëmbi kujtimit që është një që ka mas shumë të bazë emocionale si këngë e grupit Fontana? Po, është interesant, ndoshta ka depërtu ma shumë, normalisht që është pak ma e përshtatur edhe ndërthurja muzikore me tekstin, po mendoj, ka depërtu ma tepër mirë, po unë gjatë orkestrimit këngëve, sinqerisht u kënaqja tu i dëgju edhe tu i orkestru se kanë një melodi shumë të rjallshme. Unë muj me thonë të gjitha ndoshta një nivel të kualitetit artistik. Kështu që shkëmbi kujtimit ka depërtu ma shumë, masa ndoshta e ka pranu ma shumë, mirë po të gjitha këngët janë karakteristik, janë edhe që ndoshta ju kanë përshtat shumë mirë. Osmonit, po kjo e ka një zonë shumë karakteristik edhe i ka jeshu ato këngë. Për ndrysh janë të mirë. Në shkëmbi kujtimit edhe kam besë një letër njoftimi yni edhe në kohën e anatimimit, kur kemi qenë të ndaluar që nga viti 1982, shkëmbi kujtimit e kam bojt grupi Fontana dhe sot atëherë ne kemi letër njoftim. Po. Zotësman, më tregot, që keni mësuar për njëni tjetrin për 50 vite? Është ndryshe prej asaj dekadës parë tani raportet mes antarëve të grupit? Po, faktisht në me antarët e grupit, prej fillimit vitit 83, kur da u hoqën të gjitha këngët prej Radio Prishtinës, jo me iniciativin e Radio Prishtinës, po me politiqarët asaj, me ato bastartë e asaj kohë, grupi Fontana dhe pastaj nuk o aktivizu mas njerë. 2 antarët grupit, Naim Kogja, Daja i Lurit dhe Gjeki Agoshi, njeri në Gjermani, tjeri në Suedi, kurse Agja i këti Daullici Lutfiu, ajo është në Kaçanik, por si grup nuk jemi aktivizu asë njëherë më. Shqipëria ka vazhdu? Jo, asë njëni, por posë une vitit 95 fillova të aktivizohemi si Osman, po me bojta emrin e grupit me një fanatizëm malë. Thësha, se kjo emër i grupit Fontana zguzon të humbas. Pastaj mora pjesë festivalin në Zamboku i Prizrenit. Aty u shpërbleva me 2 shpërblimet e para, të jurisat e publikut, po fillova edhe në studion Helix të Prizrenit, ta baj rincizimin e këngëve dhe titullova albumin me emrin Shkëmbi kujtimit, që meritat më të mëdha për incizimin e këtyre këngëve kanë
vëllezrit Haki dhe Istraf Krasniqi. Haki ju tash është i ndjerë, shfrytëzoj rastin tash ta përshëndes familja tyne. Ata më kanë ndihmuar shumë këtë rast. Lulzim, duket që gjitha punët e organizimit këtij koncerti që do të bëhet jubilar, duket që i keni në dorë më shumë. Më tregot, çfarë musafir do të Ja ke? ku besu unë, ja ku... Po, me siguri që po të kursen për këto gjëra organizative. Më tregot për emra, keni mendu kush po, për afërsisht, kush po vje, kush s'po vje. Kisha dosh me falenderua Osmanin dhe regjisorin Ben Apolloni, bashkëvendasin tem. Këta dy kanë atë barën kryesore, ndoshta atë organizimit, por ju i falenderoj që më kanë besu punën mu si orkestruese dhe e kam përsipër edhe ushtrimin e orkestras, pasi kam realizu këngët me nota të cilat orkestra do t'i lunë, edhe solist, shumica janë solist të rinë, kemi dasht solist vendor, janë shumë talentum, 8 solist janë nga Kaçani, ku janë 3, jo emrat njohur, veça këtyre janë edhe Agim Gërguri i grupit Fesnikëve, që do të merr pjesë, Veli Sait i grupit Trex, është edhe Erza Qerkini, është një soliste shumë e mirë nga Ferizaj. Këta 3 janë musafir. Po. Dhe, Zoti Osman, sa këngë do të luhen, çka do të ketë aty, për afërsisht jo, çka ke dëgju, na trego. A do të këndoni? Po, unë në fillim kam desh, unë t'i këndoj gjitha këngët. Me po, pastaj këta thonë se do të me morë dhe tjerë, po shka botë këta, vetëm një këngë më kanë njërë. Të tjerët i këndojnë këngët e vokalistë. Po, këtë vokalista tjerë do t'i këndojnë këngët e mija. Me sponsor medial ju kemi juve rëtë kënë. Po, faleminderit. Me klasim matë modhe e mi gëzu shumë kërë keni në shku marrëveshjen e bashkëpunimit. Dhe ju presim. Po, a kthehemi edhe njëherë pak në vitet e 70-ta. Çfarë kishe me ndryshu nëse do të ktheheshe? Po, nuk e kisha ndryshu. Shumë ka qenë, niveli artit ka qenë pikën ma kualitative. Se tash muzika është deformu, josh në lloj, mos mund të thamë 90, po që po thamë 50-50. Nuk kanë këngë, nuk kanë brum, nuk kanë mesazh. Na e kemi thurë, tekstet kanë qenë kontrolluara, kanë qenë muzika e kontrollume. Në Radio Prishtinë s'ka mund çdo kush të hyjë. Atë kur kemi hyrë në Radio Prishtinë, na kena mendu se është lartë në qiell, Radio Prishtinë dhe s'kem shansë për të shkel atje. Por, kur e ke morë pëlqimin, kur kanë hi kokë në Radio Prishtinë, në vatë Radio Prishtinës, është vërtetu se ti ke pas të kualitet diçka që veç kemi rri aty, për ndryshe. Edhe diçka ka pas që jeni dënuar, më tregon për çka jeni dënuar atëherë. Çfarë ka ndodhur në 82-ën? Po, për atë por, kur ndodhi e patëm inqizue në RTP, në emisionin Ritmi Rinore, moderatori ka qenë, redaktori e emisionit Ritmi Rinore ka qenë Rabia Ibraj. Shumë i përshëndes. Pastaj e inqizum live programi këto, në këtë shtëpi, dhe mes këngëve këndum edhe vajt e Qajupit. Dhe tash kur është emitu emisioni, ju vërsulën Radio Televizion Prishtinë se tër emisioni ka pas karakter elegjak, mund në prak të demonstratave të vitit 81. Pas të shka bon, ato largun Rabia Ibraj nga televizioni, e largun shumë redaktor për gjestë se shumë bashkëpunëtor, denime, banale, qortime, kujtë shka, neve 6 dit nuk na thirën për asë një gjerim. Në fund vitit 82, regjisori famshëm indjeri Besim Saqiu, gjyshi Rita Orës, atëherë në bërë një ftesë për të gjiru një emision, për të morë pjesë gjirimin e emisionit për vitri, vitit 1982-83. Dhe gjirimi u mbajtë në atëherë bërë Ramis, dhe pas të gjirimi, në fillim të vitit 83, kër e panë ato emisionin, ato këshin ordnua në Radio Prishtinën,
për nga komitetet e ateshme të asaj shpeshu në përmendi asaj shajzën Jugoslavie, dhe kështu në urë që gjitha kongët e mija të hiqet, kongët e Fontonës të hiqet nga radio, dhe kur nuk është shuar. Pastaj ato tha që ka mindër aty material që këshim, që kur se kum lexuar material, po ka qenë edhe ajo se na kemi këndue kënë për vjetorët vdekjes të atëherë të ati në të shpjati kremove të bashkëvaltitës. Jo si prostitës. Edhe këtë Jugoslavia ka kojt, Osman Shehu ka kënu. Tane, për meshin këta, që qështu ka ndodhë, ato mos gëzëshmi me bozo, dhe faktikisht Fontona mo, kongët e Fontonës u jekën për gjithmonë. Na jemi në fund të kësaj interviste, lëvizem shkurtimisht një përgjigje, mos t'ju dalë hakësh edhe juve, sepse me të vërtet rolin kryesorëve, që ka zëti Osman këtu. Më trego, a është grupi Fontana e ka rujt ndonjë instrument apo ndonjë pajisje të asaj kohe që e keni? Po, instrumentet, disa për instrumenteve janë djegë në luft, se shtëpia dajës u djegë në luft. E tash një pjesë vërshima në vitin 1979 i ka damtu mirë, po janë rujt si instrumentet pa përdorshme, po jemi mundu mi rujt. Ajo... Kam një gitare. Gitarja Dumet Tela. Dumet Tela kam une, ajo i ka bo 48 vjetash. Ajo është ma me vlera e gitare. Shumë me vlera e gitare. Ajo, unë kam faktisht familje, kam 2 djemë, njeni gati ban 40 vjetë, po gitarja është maj vjetës ata. Tjeti, Janiti Ardioni, të janë në Gjermani, edhe ta është e me vështëtësi për kanë ki i dyti Ardioni për me ardhë në koncert për shkak se ka një djallë 6 mushë, si ka dollë vizat, që është probleme me përëndim. Për gitarën e kam... E pas këtë gitarë, kohën e rinisë, të thotë, para martesës, para gjithë, u lindi Shkëndia për muzikën. Faleminderit shumë që ishit, dhe u knaqëm me bisedë, ka shumë për të thënë, është e vërtet, po jemi një edicion i lajmeve të kulturës. Faleminderit shumë. Ka që kemi të lejuar. Faleminderit për ju dhe për mirupafshim me projektet radhës. Faleminderit për të kësë, suksese. Faleminderit shumë. Ushpruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albolena Haxhiu, ka vlerësuar rolin e artistës Dua Lipa në promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sipas saj, këngëtarja ka bërë Kosovën pjesë të rrëfimit të saj publik, kudo që ka qenë e pranishme, ndërsa festivali Sunny Hill ka lindur nga dëshira për të sjellë në Prishtinë artistë të njohur botror. Haxhiu theksoi se festivali u ofron artistëve të rinj shqiptar mundësinë të performojnë para një publiku të gjerë dhe njëkohësisht tërheq mira vizitorë të huaj, duke bërë Kosovën më të njohur në botë. Ajo uroi Dua Lipën dhe ekipin organizator për edicionin e si vjetme dhe falenderoi artistët, publikun dhe të gjithë ata që kontribuan në realizimin e festivalit, thuhet në faqen e presidencës së Kosovës. Në Bibliotekën Hivzi Sulemani në Prishtinë ka nisur edicioni i dytë i manifestimit kulturor Vera Poetike e Diasporës në kryeqytet. Aktiviteti synon të afrojë krijuesit shqiptar që jetojnë jashtë Kosovës me lexuesit dhe komunitetin letrar në vend. Programi ka nisur me një takim letrar me shkrimtarin Shefqet Dibrani nga Zvicra, ndërsa në ditën e Vem do të vazhdojë me promovime librash, lexime poetike dhe punëtori për fëmijë me pjesëmarrjen e autorëve nga Belgjika dhe Gjermania. Organizatorët theksojnë se manifestimi forcon lidhjet kulturore me diasporën dhe ftojnë krijuesit, lexuesit dhe dashamirët e letërsisë të bëhen pjesë e aktiviteteve me synimin se kjo ngjarje të kthehet në një traditë kulturore në kryeqytet. Me promovimin e përmbledhjes më të re me poezi Grue prej Zjerë, me të autorës Zonika Dabishevci, u përmbyll me sukses programi letrari edicionit të 18 të panajirit të librit Prizreni 2026. Sipas njoftimit të organizatorëve, në ceremonin përmbyllse mori pjesë dhe zëvendës Ministrja e Kulturës Nora Arapi Krasniqi. Në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e vazhdueshme të programit letrar, Berat Batiu t'i u nda një mirënjohje.
Me këtë u përmbyll edhe edicioni i 18 i Panajirit të librit Prizreni 2026, i cili mblodhi 25 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, si dhe ofroi 8 programe letrare me autor, studiues dhe tema të ndryshme, duke shndërruar Panajirin në një hapësirë të rëndësishme të promovimit të librit, kulturës dhe dialogut intelektual, thuhet mes tjerash në njoftim. Lapi mirëpriti festivalin barkomtar të folklorit Pushka e par e liris, i cili për 2 net me radhë mblodhi artist dhe ansamble nga trojet shqiptare. Në skenë u prezentuan këngë, valle, muzikë, instrumentale, duke sjellë para publikut pasurinë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Organizatorët theksuan se festivali synon të ruajë dhe promovojë folklorin burimor si pjesë e rëndësishme e identitetit kombëtar. Një vlerësim i veçantë ju kushtua shoqërisë kulturore artistike Zahir Pajaziti dhe kryetarit të saj Faton Blakçori për organizimin e manifestimit. Festivali u vlerësua si një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit kulturor shqiptar që lidh traditën me brezat e ri. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në Shkodër ka ndarë me publiku fotografi të rralla nga arkivi i tij që dokumentojnë vizitën e aktorit të njohur shqiptar Bekim Femiu në Shqipëri në vitin 1972. Në njoftimin e muzeut, i cilësuar si ulikësi shqiptar i kinemas botërore, Bekim Femiu mbërriti në Shqipëri jo thjesht si aktor në kulmin e famës, por si një njerim në kërkim të rënjeve të tij. Në një kohë kur Shqipëria ishte izoluar nga bota, ai zgjedh ta vizitoj si një pjesë të historisë së vet personale. Udhëtimi i tij kalon nga një qytet në tjetrin deri në Shkodër, aty ku kishte kaluar vitet e para të fëmirisë. Në këtë qytet, vizita e tij në Muzeun Historik të Shkodrës është përjetësuar nga objektivi i Angelin Nënshatit. Publikimi i kësaj fotografie vjen në një moment kur emri i Odiseës rikthehet në vëmendjen përmes filmit të Christopher Nolan. Arkivi i Muzeut Marubi mbetet një dëshmi e gjallë, një hapësirë ku takohen figura botërore, udhëtime të harruara dhe momente që sot marrin kuptim të ri, thuhet në postimin e Muzeut Marubi. Dhe kështu të nderuar shikues, ne këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe miru pafshim sërish nesër.